Subhanallah, shikoni pra, për shembull, kur ka qenë pejgamberi alayhis salam në Mekë, nuk ka luftuar me mushrikët, edhe pse sulmoheshin vazhdimisht sulmoheshin, vazhdimisht nënçmoheshin, vazhdimisht njëri u vritte, njëri u plagoste, njëri u mundonte, tjetri maltretohej, tjetri u përzinte prej familjes, tjetri bojkotoheshin komplet. Mirë po nuk urdhoi pejgamberi alayhis salam që të luftohej, sepse sebepet nuk ishin në nivelin e duhur. Numri pak, përgatitjet pak, gjitha gjërat nuk ishin si duhet. Pejgamberi alayhis salam ju thotë bëni sabër. Po ashtu edhe në ditën e para kiametit, kur do të zbresë Isa alayhis salam së bashku me muslimanët, nuk do t'i luftojë Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Nuk do t'i luftojë Isa alayhis salam, sepse është ushtri që s'mund ta mundë askush. Janë shumë numër, janë shumë të fuqishëm, janë. Atëherë sebepi i vetëm që do t'i ngel Isaut alayhis salam dhe muslimanëve është duaja, sepse nuk kanë sebepe tjera pra në dispozicion para vetes. E kjo tregon se sebepet janë të ndërlidhura edhe me vendimet fetare, me gjykimet fetare. Nuk është pra çështja pa hikmet, pa urtësi, pa domethënie, po çështja është e ndërlidhur, ashtu ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Ashtu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala që të ndërlidhjen gjërat në këtë botë. Andaj, ai që i lexon jetën e pejgamberit alayhis salam do ta shef se pejgamberi alayhis salam është shembull në këtë drejtim. Shembull në këtë drejtim. Ky ka një shembull që e përmendëm, pra çështja e luftës në Mekë, pse s'ka bë luftë. Shembulli tjetër është gjatë hijretit, për shembull. Pejgamberi alayhis salam kur bëri hijret, i mori të gjitha sebepet e mundshme që i kishte pra në dispozicion dhe para vetes. E mor një njeri që do t'ja tregoj rrugën, doli fshehurazi, nuk shkoi me njëherë në drejtim të Medinës, sepse dinte se ata andej do t'i kërkojnë, po shkoi njëherë në drejtim të Jemenit dhe qëndroi 2-3 ditë në shpellë pra në drejtim të Jemenit. Pastaj kur u bën rrethonat e volitshme, u nis për në Medinë. Dhe po ashtu nuk shkoi ka rruga e njohur, ka rruga në të cilën shkonin të gjithë njerëzit, po shkoi ka një rrugë tjetër më pak e njohur pra. Po ashtu gjatë luftrave, e përmendëm më herët pra luftën e Hendekut, ku pejgamberi alayhis salam e ka bërë një hendek në luftën e Uhudit. Përmendet se pejgamberi alayhis salam i ka marrë 2 mburoja pra. I ka veshur 2 mburoja, 2 prazmore, jo një, po 2 i ka veshur. Po ashtu në luftë ka shku me armë, i kanë marrë gjitha armët që i kanë pasur në dispozicion. Kur ka ardhur në Medinë, ju ka thonë ensarve, ku e keni ju tregun? Ku është tregu juaj? I kanë thonë, ja Rasulullah, tregu është e jehudit. Pra, ekonominë e Medinës në atë kohë kanë kontrolluar jehudit. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë, duhet ju të keni treg të veçantë, duhet ta keni tregun tuaj, të pavarësoheni ekonomikisht prej tyre. Sepse nëse je ekonomikisht i varur prej tij, do të thonë nuk e ke lirinë tënde komplet. Dhe kështu i mësoi pejgamberi alayhis salam. Kështu i mësoi pra shokët e tij me fjalët e tij, po edhe me praktikën e tij.